Avokatët e Laert Haxhiajt kërkuan nga gjykata e posaçme të bëjë një vlerësim të gjendjes mendore të Artan Tafanit, duke argumentuar përdorimin e mëparshëm të drogës dhe trajtimit aktual me metadon. Avokatët argumentuan se Tafani ka konsumuar lëndë narkotike të forta, përfshirë kokainë dhe heroin, dhe se aktualisht po trajtohet me metadon, një substancë që sipas tyre shkakton varësi të ngjashme me drogën. Ata kërkuan që gjykata të bëjë një vlerësim të plotë të gjendjes së tij mendore për të përcaktuar nëse rrëfimet e tij janë të besueshme dhe të sakta. Trupi gjykues, pasi shqyrtoi kërkesën dhe u këshillua në dhomën e këshillimit, vendosi të pranojë kërkesën për rivlerësim. Ky vendim erdhi pas evidentimit të disa mospërputhjeve mes deklaratave të Tafanit gjatë seancës dhe dëshmive të dhëna në fazën paraprake të hetimeve. Nëse rivlerësimi konfirmon mospërputhjet, statusi i tij si i penduar i drejtësisë mund të hiqet duke e ekspozuar atë ndaj masave të rënda ligjore. Gjatë seancës së të mërkurës, gjykata pyeti edhe Erisiano Abedinin, të cilën Tafani e ka përmendur si një nga bashkëpunëtorët e Laert Haxhiut. Abedini deklaroi se nuk njeh asnjërin prej tyre përfshirë në këtë dosje, duke shtuar paqartësi në lidhjet e tij me ngjarjen. Gjithashtu, Tafani ka rrëfyer edhe vrasjen e Fridman Xhaferit, duke e përfshirë në detaje mbi mënyrën e ekzekutimit dhe përfshirjen e disa personave të tjerë në krim. Trupi gjykues do të shqyrtojë të gjitha mospërputhjet me deklarimet e tij dhe provave ekzistuese për të vendosur mbi statusin e të penduarit të drejtësisë dhe mbi pasojat ligjore që mund të ketë.